Përshëndetje gjithëve. Nëse jemi gati. Gati jemi tash. Atëherë faleminderit edhe sot që keni dalë për ta përcjellur vazhdimin e kësaj seance të nderuara media, të nderuar gazetar. Siç edhe pat, pra kemi një përsëritje të seancave të kaluara ku vendi dështon apo nuk arrin të konstituojë vetveten. E kjo vjen si rezultat për shkak që një pjesë e deputetëve pra refuzojnë që të votojnë për kandidatin të cilin apo për kandidatën këtë rast zonin Albulina Haxhiu, të cilën e kemi propozuar ne si fitues të zgjedhjeve e drejtë kjo e cila pra na garantohet dhe është e përcaktuar në kushtetutë. Konsideroj që një situatë e tillë po vjen për shkak të atyre që nuk po votojnë për, në të njëjtën kohë të njëjtit pra ankohen që ka bllokim të situatës, bllokim të kuvendit, siç e kemi thënë edhe më parë, bllokat do të ishte po që se ne do të vepronim siç kanë vepruar ata të kaluarën, pra të mos propozojmë fare kandidat në seancë dhe pastaj kjo të zvarritet derisa ne të arrinim marrëveshje politike në situata të tjera për formimin e qeverisë siç ka ndodhur me ata. Pra kur kryetari i kuvendit, posti kryetarit të kuvendit ka qenë pjesë e diskutimeve politike në formimin e qeverisë. Ndërkaq në rastin ton, propozimi i kandidatës për kryetar të kuvendit është bërë në kuadër të konstituimit të kuvendit në mënyrë që t'i hapet rrugë qeverisë. Pra formimi i qeverisë vjen tek më pastaj që mandatari i përcaktuar, pra në këtë rast Zotri Kurti, do t'i ketë 15 ditë për formimin e qeverisë. Siç i dëgjuat edhe të tjerët, pra ka akuza që po kërkohet votohet me zor, përkundrazi ne kemi dëgjuar që deputet individual tashmë kanë shprehur vullnetin që dhe dëshirën e tyre që dalin nga kjo situatë, pra nga opozita po flas, që të votojnë për në mënyrë që të tejkalohet kjo blokadë, megjithatë janë qëndrimet politike të subjekteve të tyre, pra që nuk i lejojnë që të ndahen nga grupi parlamentar dhe nga vota uniforme që kanë si grup, derisa i tërë grupit të ndryshë mendim. Pra nëse veç ka kufizim të drejtës për votim, ka në këto parti të cilat pra insistojnë që të votohet kundër apo të mos merret fare pjesë në votim. Ndërkaq situatat e tjera besoj që tashmë edhe janë mëse të qarta sepse i kemi përsëritur disa herë. Ajo çfarë po kërkon opozita me këtë insistimin që ne duhet t'i sigurojmë vetë votat, pra si parti fituese, e jo kjo të jetë obligim i gjithë deputetëve të kuvendit, kjo na rezulton në situatën ku ata parimisht pra po kërkojnë që ne pastaj të mos u votojmë kandidatët e tyre për nënkryetar. Do të thonë rezultati do të jetë ky, që momentin që ne krijojmë votat për të votuar kandidatin për kryetar, rezulton që për nënkryetar të tyre pastaj s'do të kemi votat, sepse edhe ne do të kemi kërkesa dhe paknaçi në lidhje me emrat e përveçshëm të kandidatëve. Ajo çfarë ne kemi kërkuar dhe çfarë ne kemi ofruar si kompromis është një dakordim politik, një konsensus politik që të tri partitë më të mëdha, pra të cilave u takon të propozojnë kandidatët për nënkryetar, përveç përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë në kuvend, të tri partitë e mëdha pra të mblidhen, të dakordohen në paketë emri i kryetarit, pra kandidatës Albulina Haxhiu për kryetaret të kuvendit, si dhe 3 emrat e nënkretarëve në mënyrë që të vazhdohet tutje